Tash nuk e dija e kanë llogarit ata, po për shembull rasti që më ka mi përcjell dhonat që i kanë gjeneru, edhe shpesh herë kanë ndodhur që kanë ndryshuar komplet strukturën gjatë rrugës. Për shembull i kanë kryer votat e rregullta, kanë kryer votat në QNR, ka orë për shembull te votat me kusht, e kanë ndryshuar komplet strukturën e faqes, që besoj që nuk e kanë llogaritur në fillim, edhe besoj që është e domosdoshme që me kriju një faqe të re kur teknologjia ta mundson këtë llogaritjet me bënë në mënyrë automatike, pse duhet me bënë një faqe të tillë. Për mendimin tim, kjo është faqja e KQZ-s realisht mundet me ngjall me një file të Excelit. Nuk ka ngjall me një file të Excelit, faqja e KQZ-s. Po nëse e ki për shembull 5 lloje të votimit, edhe 5 lloje të votimit i dush me kliku për me gjetë tana, kjo mundet më bollën next. Pastaj të mblidhen si po kjo vetë nuk i mlidh, njerëzit do të më himi mbledh me kalkulator me posa vota i kanë. Kur realisht sistemi ta mundson, edhe ata me një programim shumë thjesht kanë mujt me ndryshu këto, po besoj që këtë problemi është që në fillim nuk e kanë llogaritur se nuk e kanë para po që do është me po. Edhe në këtë rast presin që të kryen krejt proceset e numërimit, fillimisht në QKN, pastaj në votat e përfaqësive diplomatike, ato me post, pastaj të mblidhen kur të shpallën rezultatet përfundimtare, atëherë të shohim rezultatet reale. Rezultatin përfundimtar me çtu kanë me shpall. Janë njëjtat vota, veç kanë me mbledhë dhe kanë me tregu që kjo është rezultati përfundimtar. Pse do të më prit për shembull më bën një mbledhje KQZ-s për me kallëzu diçka që mundet më bën në sekond. Sistemi vetë llogaritik. Po shfrytëzohen mjaftueshëm teknologji. Unë po besoj që në këtë rast, në faqen KQZ-s nuk u shfrytëzu mjaftueshëm avantazhin që na mundson teknologjia, dhe jo me orë rasti për shembull një personi i thjeshtë që jam unë me shfaq një platformë të cilën mund me thonë nuk tregu modest, po shumica deputetëve janë bazu në ato dhona, në pak para se me orë votat me që thash nuk janë hi dhonat. Ka pos disa deputet që më kontaktu, tha pse nuk u bo update, se ishin të interesum me po kush po jenë, kush po del. Se sistemi që e ku mbohune, e llogarit në mënyrë automatike, nëse kanë me hi 48 deputet, i llogarit ata 48 deputet, me kohë gjinore,